urdhërohet prej PZAP-s që të certifikon dhe lista sërbe merr pjesë në zgjedhje. Rahi se kësaj radhe 3 herë brenda një viti, ta shohim filmin e njëjtë. Një send që mund po më habit është pse partitë e ish opozitës duhet me ra prej propagandës të lodhët të lëvizjes vetëvendosje, e cila nuk është ku vetëvendosja apo qeveria në detyrë, e tyne nuk ka marrë asnjë veprim ligjor që ta vërtetoj apo që ta ngrej rast çështjen për atë që ata thuan që lista sërbe është terroriste. Në Kosovë, edhe në vendet normale demokratike, gjyqësia vendos kush është cila parti politike është terroriste e jo, nuk mundet me vendos qeveria, në Kinë nështë, në Rusi, në Kore të Veriut. Edhe pse në Kosovë kemi pasur për organizatat terroriste të huaja, jashtë Kosovës, që janë shpallur terroristë nga qeveria Republikës së Kosovës, Al-Qaida. Nëse dojmë ju kthy fakteve, hajde po e këshyrim pri Banjskës çka ka ndodhur. Domethënë ka qenë nën kryetari i listës sërbe, i cili ka thonë unë kam marr pjesë aty. Në 10 orë, 3 muaj ditë më vonë ju kanë dhënë më shumë se 300.000 euro listës sërbe. 2 herë janë shtyr zgjedhjet komunale në 2023 dhe në 2024 që lista sërbe të merr pjesë, edhe lista sërbe u bë temë në vitin 2025. Në mungesë të rezultateve, fatkeqësisht kemi të bëjmë me një propagandë të egër, po e cila e dëmton Kosovën, sepse nuk mundesh në vitin 2025 në Evropë me ndalu subjektin politik i cili përfaqëson një popullat. Lista sërbe përfaqëson popullatën sërbe. Me sulmet e vetëvendosjes, lista sërbe forcohet, votohet më shumë. Si pas Leona Mihalit, të tjerëve vetëvendosje ka pasur rënje në zgjedhjet lokale. Nuk ka pluralitet të politik të populata sërbe në Kosovë, diçka që është në interes të gjithë, edhe mas parit sërbet Kosovës. Kështu që kjo është një lojë e cila është pjesë e një propagande të organizume, të mirë mendume. Ka përfitohet nga kjo lojë? Po tash elementi shovenist në Kosovë është shumë i forcuar. Elementi shovenist. Edhe me politikë shoveniste, partia në pushtet, apo 3 partitë në pushtet, koalicioni në pushtet, bashkë me prezidentën e Kosovës, ata këtë frymë po e majnë, për fat keq. Kosova është shtet Lëvizja vetëvendosje, guxo dhe alternativa bashkë me presidentën Osmani. Po e majnë që po e mirë mbajnë që të frymë. Frymën shoviniste. Kur e kemi ndëgjuna një pi barcëve të shtetit, tu e thonë një fjalë të mirë, atu shku me i vizitu njerëz që të flasin serbisht në Kosovë. E ka thënë Zoti Kurti, para një muaji doli... Me videot e ti, që shkon me vizitu, i lejon me të shajt, për ti e kryeministër ose prezident, edhe i tyne, edhe thu çka janë hallet e juja për qeverisë tenë. Se në to po ankohen, nuk po ankohen në qeverisë e kalume. Eta, kjo është e para, edhe natyrisht, Kosovës, diçka që e kom thonë që sa po bëhet gati 2 vjetë që jam këtu, Kosova ka pikë negative në atë se është trajtu populata sërbe në veri, për atë tërheket vrejtja që po shkelet parimi multietnicitetit, që është kusht i pavarësisë të Kosovës. Kusht, baza e qëti shtetit është multietniciteti i këtij vendit. Që do të thotë barazia e gjithë njerëzve që jetojnë këtu, që do të thotë barazia dhe pjesëmarrja në jetën shoqërore politike të çdo pjesëtar i cili çdo popull i cili është pjesë e Kosovës. Zoti Balaj, po kultivohet çësia shoviniste në Kosovë? Kur thu po mbirëmbahet, ke bjen që ka ekzistu, po do me thonë kush është bartë si sajnë, ose kush është do me thonë lancu si saj frymelir. Nëse thu po mbirëmbahen presidentja dhe, a është frymë qytetare jone? Frymë shoviniste? Jo. Do me thonë as ka frymë institucionale, gjithsesi pe barzëve të institucioneve, megjithatë e kryetëherës po them që ka arsye të mjaftueshme me ekskomuniku pe pjesëmarrjes në institucionet e Republikës Kosovës listën sërbe për arsye se eksponent e saj kanë marrë pjesë në agresion terrorist. Domethënë në të paktën në 2 raste haptazi. Tjetra, pjesëtarët të saj. Po, pjesëtarët, po. Do me thonë nën kryetari saj, po megjithatë ne e dim që kjo është se lista sërbe është zgjatimi i Vučićit është një farë zgjatimi i Vučićit në Republikën e Kosovës dhe e dim ambicjet e saj, e dim projektin e saj, aktivitetin e saj. Kosovë të krijohet edhe një deg e partisë
së Vučićit që regjistrohet me... Jo, a është Ardita Sinoni zati me Albin Kurtit Lugin Brezhevës? Po dhe po... Desha të regjistrohet Kosovë dhe të marrë pjesë zgjedhje... Ardita Sinoni e ekspozohet të reprezaljes, gjithësisht qytetarët e Republikës në bazë ditore reprezaljes e aparatit të dhënshëm të Vučićit. Ata nuk e sfidojnë shtetin e Serbisë. Ata veç dojnë drejtat barabarta qytetare. Ata janë përbashkë me Kosovën. Ku guxojnë... Vazhdimisht deklarojnë. Po ku e artikulojnë? Shaip Kamberi e thot në kuvent Serbisë. Po, veç nuk e sfidojnë rendin kushtetues serb. Por ata, domethënë ideja atë aktivitetet subversive karshi Republikës së Serbisë ata. Po. Tjetra, veç të kry. Kur jem të domethënë të gjykimi të kjo diatriba që na kanë adresuar, domethënë ambasada amerikane, unë mendoj që është me të drejtë. Thash ka arsye të mjaftueshme me ekskomuniku lista serbe, por megjithatë janë të riprodhuar ciklikisht skenarin e njëjtë partit politike, domethënë e thamë edhe na, e tha dhe i liri që është deja vu. Është e drejtë që po drejtojnë gishtin ka lëvizja vetëvendosje specifikisht? Jo, s'është e drejtë. Sinqerisht, sepse kanë marrë pjesë në ekskomunikim, domethënë mos certifikim krejt partit. Jo krejt partit, është jemi të sakt. Vetëvendosja ka votu kundër, të tjerat kanë abstenu. Njëjtë është, e kanë pa mundësu certifikimin e listës. Pra, ambasada amerikane po i hyn hak vetëvendosjes. Jo proporcional. Po i hyn hak vetëvendosjes. Vetëvendosja ka prit këto tjerat me votu për certifikim, me thonë që kush janë me listës. Po, trijat e kanë për motive elektorale. 4 partit e kanë. Ashiqare. Na du të marrë dita, kur që kjo narrativ du të me marrë fund. Lista serbe ka me marrë pjesën zgjedhjet derisa është parti politike e regjistruar në bazë të kushtetutës tonë, çajo është niveli me cilën matet a është një parti legale apo nuk është legale, edhe ta respekton rendin ton kushtetues ajo. Njerëz që kanë marrë pjesën sonjë terroristë në Banjska janë pjesë e aktakuzës më të mirë që ka shujt Prokuroria Speciale e Kosovës. NATO e kërkon Serbisë që të miret me njerëzit e Banjskës. Na e kërkojmë njëjtë. Mos harrojmë, kanë reaguar jo vetëm ambasada amerikane, ambasada britanike, ambasada e reagimit është çështje e një sjellje, cilë ti kur kujt nuk mundesh me ja sqaru, se të thotë, pse në 2023 në dhjetor nuk u kërku ekskomunikimi i listës serbe, pse u zgjatën 2 herë zgjedhjet komunale mas Banjskës që të merë pjesë lista serbe i fitoj zgjedhjet për deputet, edhe i fitoj 10 komuna në Kosovë. Edhe qka tash nëse s'merë pjesë në zgjedhjet, ishe s'merë pjesë se ka me marë pjesë. Unë e veç shpresoj që njerëz fare mos nuk e ndëgjojnë këtë zhurmë të gërditshme. A ka filluar kuptohet kjo si lojë edhe nga... Se bëhet atë, se bëhet kur as nuk sjell pra më as vota. Skenar grotesk, se dim epilogun, domethënë ankesa dhe rrjedhimisht ka me ardhur prapë te vendimi që lista serbe ka me marrë. Pse të bëhet, çka përfiton Kosova? Por motive elektorale. Kosova s'përfiton kurrë, për kundrazi. Domethënë po na bëhen gjykime edhe pe meqvendosur. Unë përfundoj këto. Me pas Kosova nuk po përfiton politikisht asgjë që 3 vjet. Asgjë që 3 vjet. Që 2 vjet e gjys. Po. Është nën sanksione, cilat nuk do të hiqen nga ana e BE-s derisa të themelohet asociacioni. Kjo është. Janë të ndërlidhura me asociacion. Direkt janë të ndërlidhura. Nuk do të hymë në Këshill të Evropës, pa i përmbush Kosova obligimet e veta. Ballnimo, edhe sa, a dini çka është ajo që mu më ka shoku? Është viti 2025. Na jetojmë të lirë që 26 vjet. Qysh është e mundun një skem politike, edhe një popull i tanë me u marrë me Serbinë, me listën serbe, edhe keq ka të bëjë me Sërbë, tjetë qendra e debatit politik në gjatë gjithë vitit 2025. Edhe si qenë kemi ne, as të pazat, sa 4% e populatës në fund të na trazojnë gjithë shtetin atër. Kjo, unë e shpresoj, edhe veç shpresoj, që me 28 dhjetor të ketë një këndelje dhe që ky vend të merë drejtim. Partit politike s'janë Zoti Buzhala, po e tu të kokën që s'po pret këndelje. Nuk këndellë, dhe më thonë. Shiko, na fatkeqësisht jemi fut me një hulli të një lloj, le të themi,